Përveç listës së përbashkët, pikëndarëse në mes të dy partive më të mëdha opozitare në vend, po vlerësohet edhe kalimi i deputetes Donika Kadaj Bujupi nga Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës në lëvizjen vetvendosje. Në AAK thonë se kjo parti është ndërtuar mbi bazën e parimeve të shëndosha dhe se kjo parti e ka argumentuar disa herë që nuk i trajton partnerët të saj. Nënkryetari i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës Palekaj thotë se nuk është mirë që të joshën deputetët e njerëz parti, përsa kohë që ka bashkërendim të veprimeve për të kundërshtuar qeverinë Mustafa. AAK sipas tij i ka dhënë hapësirë të mjaftueshme deputetes Donika Kadaj Bujupi, andaj i sheh për të madhe largimin e saj nga AAK-ja. Megjithatë, ai e falenderon për kontributin e saj. Nëse kemi partneritet barabartë, nuk është dashur që të joshën deputetët, e sidomos Donika, sepse ne kemi qenë sinqert edhe me VV-n, edhe me nismen, edhe me opozitarizmin në përgjithësi, dhe mirë po çdo herë thuhet që ma mirë me qenë i tradhtuar se me tradhtuar. Shkuarja e Donika Kadaj Bujupit në lëvizjen vetvendosje i shefës e grupit parlamentar të AAK-s nuk do të ketë ndonjë impakt negativ në AAK. Madje ai vlerëson se kjo parti është në rritje dhe këtë dëshmojnë të gjitha sondazhet. Zëdhënësi i lëvizjes vetvendosje Frasha Krasniqi shpreh i bindur se kalimi i Donika Kadaj Bujupit në vetvendosje nuk do t'i dëmtojë raportet mes dy partive më të mëdha opozitare në vend. Zonja Kadaj Bujupi ka ardhur me vendim të saj, ka qenë vendimi i saj dhe ne nuk mendojmë që kjo do të dëmtonte opozitën. Në fundit zonja Kadaj Bujupi nuk ka shkuar në një subjekt pushtetit, ka shkuar në një subjekt opozitës, kështu që kjo nuk e kuptoj pse do ta dëmtonte opozitën, kur në fakt zonja Donika Kadaj vazhdon të jetë opozitare dhe vazhdon ta kundërshtojë këtë regjim. Lekaj ka folur edhe për përkushtimin e Aleancës për krijimin e një liste të përbashkët opozitare. Jemi përkushtuar jetësisht si Aleancë që të ndodh kjo, sepse të unifikohen programet, të largohen ideologjitë ma që i përkasin të kaluarës dhe të kemi një program që shkon në favor zhvillimit ekonomik, të perspektivës të qytetarëve, dhe këtu po e them që ne jemi të interesuar. Mirë po VV-ja ka shkuar edhe më larg dhe mendoj që interesat kanë dalë para interesat të vendit, interesat partijake. Ditë më parë, deputetja Donika Kadaj Bujupi kishte bërë me dije largimin e saj nga strukturat e Aleancës, ndërsa një ditë më parë, në mbledhjen e Këshillit të Përgjithshëm të Lëvizjes Vetvendosje, u zyrtarizua kalimi i saj në këtë parti.